Një incident në duke i zakonshëm me një motoskaf të mbetur pa karburant pranë brigjeve juglindore të Sicilisë është ndërruar në një hetime për masa ndërkombëtare, pasi rreth 700.000 euro në para të thata u hodhën në det dhe më pas dolën në breg. Ngjarja ndodhi më 28 korrik pranë Kasuces në perëndim të Marina di Raguza. Në motoskaf ndodheshin shtetasit maltez Jeffrey Kassar, Owen Jones dhe Sash Gauci, si dhe djali 13 vjeçar i Kassar. Sipas raportimit të Malta Today, motoskafi që burimet të gazetës i atribuojnë si pron Owen Jones mbeti pa karburant, ndërsa disa prej personave në bord po përpiqeshin të arrinin në breg për të siguruar karburant. Banorët në zonë kërkuan ndihmë pasi varka po afrohej në mënyrë të rrezikshme drejt plazhit, por ajo që ndodhi me mbërritjen e rojes bregdetare italiane ndryshoi tërësisht natyrën e incidentit. Kur një mjet i rojes bregdetare ju afrua motoskafit për të ofruar ndihmë, personi që kishte mbetur në bord dyshohet se hodhi në det disa pako të mbështjella me qese plastike. Brenda tyre kishte kartmonedha euro, qeset dhe parat nisën të dilnin në breg, duke të rrequr vëmendjen e pushuesve dhe banorëve. Policia italiane ndërhyri dhe mblodhi parat, të cilat sipas raportimit arrinin në rreth 700.000 euro. Motoskafi dhe parat janë sekuestruar, ndërsa autoritetet italiane po përpiqen të përcaktojnë se nga kanë ardhur fondet dhe cili ishte destinacioni i tyre. Tre burra maltez u morën në pyetje nga autoritetet italiane, dhe më pas u lanë të lirë. Ata u kthyen në Maltë, por Kassar u arrestua më pas për shkelje të kushteve të lirimit me kusht në një çështje tjetër. Jeffrey Kassar, 42 vjeç, kishte dalë para një gjykate malteze vetëm një javë përpara incidentit në Sicili. Më 21 korrik ai u paraqit para magjistrates Jana Mikalev Straface në akuzat që lidheshin me kërcënimin e një magjistrati dhe një reshteri policie. Ngjarja kishte ndodhur më 4 korrik në një stacion policie në Mosta. Kassar pranoi akuzat dhe u gjobit me 9.000 euro, ndërsa humbi edhe 500 euro nga depozita e lirimit me kusht. Sipas Malta Today, Kassar ka patur edhe çështje të mëparshme penale. Owen Jones, 45 vjeç, nga Hormi, është identifikuar nga burimet të gazetës si pronari motoskafit. Nëpërmjet avokatit të tij Franco De Bono, Jones ka mohuar çdo lidhje me 700.000 euro. Ai nuk ka konfirmuar dhe as mohuar sipas raportimit praninë e tij në Sicili në momentin e incidentit. Gazeta raporton gjithashtu se aktiviteti i mëparshëm i Jones në rrjetet sociale tregonte vizita të shpeshta në Marina di Raguza dhe zona të tjera të Italisë. Personi i tretë është Sei Gauti, 27 vjeç, nga Valletta, i cili sipas raportimit ishte akuzuar 6 vjet më parë në një çështje që lidhej me vjedhjen e cigareve nga një depo. Kjo është pyetja kryesore që po përpiqen të zgjidhin hetuesit italian. Autoritetet duhet të përcaktojnë jo vetëm origjinën e parave, por edhe personin ose grupin për të cilin ato ishin të destinuara. Një prej hipotezave të raportuara është se shuma mund të përbënte pagesë për një transaksion të palishëm të realizuar më parë. Një tjetër mundësi e shqyrtuar është që paratë ishin destinuar për një transaksion që ende nuk ishte kryer. Asnjëra prej këtyre pistave nuk është konfirmuar deri tani. Rasti ka tërhequr vëmendjen edhe për shkak të pozicionit gjeografik të Maltës dhe Sicilisë në rrugët e trafikimit në mesdhe. Gazetari italian Giuseppe Baschetto ka ngritur mundësinë që incidenti të ofrojë një dritare mbi një rrjet më të gjerë kriminal që vepron në mesdheun qendror. Sipas tij, një nga pistat që po shqyrtohet lidhet me trafikun e kokainës nga Amerika e Jugut drejt Europës përmes Maltës dhe Sicilisë. Në këtë skenar, kokaina do të nisej nga zona e Guayaquil në Ekuador, do të kalonte përmes qendrave të transportit detar në mesdhe dhe më pas do të shpërndahej drejt tregjeve europiane. Baschetto ka raportuar më herët edhe për aktivitetin e grupeve kriminale shqiptare në Sicilinë juglindore dhe bashkëpunimin e pretenduar të tyre me struktura lokale kriminale. Megjithatë, deri tani nuk ka prova publike që tre burrat maltez, 700.000 euro apo motoskafi sekuestruar të kenë lidhje me grupet shqiptare ose me trafikun e kokainës. Kjo mbetet vetëm një pistë më e gjerë hetimore dhe jo një përfundim i autoriteteve. Dyshimet marrin në rëndësi edhe për shkak të rasteve të mëparshme të trafikut të drogës përmes Maltës. Në nëntor 2024, Malta Today raportoi për një sekuestrim kokaine në Malta Freeport në një operacion që përfshinte kontejner të ardhur nga Guayaquil. Në atë rast, sipas autoriteteve, droga ishte destinuar për tregun maltez dhe vlera e saj në treg u përllogarit me rreth 20 milion euro. Tre shtetas maltez u akuzuan për trafik kokaine, ndërsa 2 punonjës të Freeport u arrestuan. Çështja gjyqësore vazhdon. Megjithatë, nuk është paraqitur ndonjë lidhje e konfirmuar mes atij operacioni dhe incidentit të fundit pranë Kasuces. Motoskafi dhe 700.000 euro vazhdojnë të jenë në duart e autoriteteve italiane. Hetuesit tashmë duhet të rindërtojnë lëvizjet e personave të përfshirë, të përcaktojnë burimin e parave dhe të zbulojnë se përse një shumë kaq e madhe po transportohej me një motoskaf mes Maltës dhe Sicilisë.